thot një kushëriri. I thot, më ka bo habimër në bas një bisede zakonshme, mor filani i thot, se ky shkopi, merr një shkop, ai shkopi shumë i lodhur, mund t'ishte shumë i dobët si shkop, i thot, ky shkop ka 20 breza në shtëpinë tonë dhe as kush nuk ka dal një burr që ta thyj. Si ka mundësi, i thot, ky dhe jam mbështet, sepse e din se për çse janë ndulur aty dhe për çadër. Po, dhe e merr atë shkopin, që ai shkopi mezi po rrinte vetë, edhe ja afronte të koma dhe ja bënte kështu, po, e shikon. Thot, vërtet e çuditshme, ama jep dhe mu, e merr dhe ky që ishte pjesë e lojës. Si më thonë, e stafit. Pjesë e lojës, donin me pa mençurinë e dhëndrit. Merr dhe ky dhe e bën kështu. Dhe dhëndri tani që një djalë i ri i parë, i thonë, o dhëndër, pa e shikon ty se më dukush më i ri, a e thyn dot. E merr dhëndri dhe e thyn. Dhe dhëndri nuk ishte kandidati faktikisht. Ishte kandidati. Dhe në momentin që dhëndri bën të diçka instiktive të kësaj natyre, se nuk mund ta çoje ti dhëndrin luftë me kuptu se sa i zgjuar është, e kuptonte që ishte një lojë, ishte një lojë arsye dhe ai nuk duhet binte pre. Domethënë ai duhet nxirrte një ndër cilësitë e tija, nuk ishte forca në rast. Çfarë ndodhte kur thjesht nuk e pranonte familja? Nuk e pranonin, domethënë gjenin forma, por në fund fare jetën verdikti që do ju çojmë fjalë dhe fjala zakonisht ishte domethënë s'ka nuse këtë për ju.